Ashtu edhe siç u paralajmërua, qeveria në seancën e sotme vendosi për uljen e akcizës së derivateve të naftës. Gjëjësisht, akciza e dizelit ulet për 4 denar, ndërsa e benzinës për 2 denar për litër. Nëse nuk do të ulej akciza, kryeministri thotë se litra e dizelit do të kushtonte rreth 102 denar për litër. Po ashtu njoftoi se kanë marrë vendim edhe për zgjatjen e masës për uljen e TVSH-s në 10%. Me qenë se kanë kaluar 2 javë që kur norma të TVSH-s ul nga 18 në 10%, dua të informoj publikun se po e zgjasi masën deri në fund të krizës, e cila pritet të skadoj rreth datës 20 prill. Pra, po e zgjasim normën e reduktuar të TVSH-s nga 18 në 10% dhe në të njëjtën kohë kemi marrë një vendim që lejon një ulje të akcizës për naftën me 4 denar dhe për benzinën pa plumb 95 dhe 98 oktan me 2 denar për litër, gjë që do të ndihet në mënyrë dramatike në çmimin e benzinës. Gjithashtu bëri me dije se janë marrë vesh me Oktan që uljen e derivateve ta vazhdojnë deri në fund të prillit. Gjithsesi ulje për dizelin 3 denar dhe 2 denar për benzinën. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe mbetet në qendrimin se këto masa të qeverisë janë të vonuara dhe jo efikase. Sipas tij, këto masa janë marrë tepër vonë, që të mund realisht të mbrojnë standardin e qytetarëve. Merkite se zakasniti. Masat janë të vonuara të pamjaftueshme dhe nuk do të kenë absolutisht asnjë efekt, sepse spirali e rritjes së çmimeve ka filluar tashmë, kur paralajmëruan se ato duhet të futen në fuqi në kohën e duhur, siç kanë bërë shumë vende në rajon. Qeveria u bë e shurdhër, thjesht nuk na dëgjoi dhe kjo është arsyeja pse ekziston kjo situatë. Kryeministri informoi se javën e kaluar konsumi i derivateve të naftës arriti në një rekord prej 2 milion litrave në ditë. Për ndryshe çmimet e reja të derivateve të naftës, Komisioni Rregullatori i Energjetikës i publikon të hënën.